Donde Shqipërinë krejt ndryshe nga që mendojnë sot tratarët e vendit të majtë dhe të djatë. Për 36 vjetë kemi të bëjmë me një klasë politike të dështuar totalisht, që do të thotë që nuk janë bashkë vetëm për ndërtime, por po tregojnë si na si vënë tjetër në botë që për çështje kombëtare opozita dhe pozita bashkohen. Edhe këta janë bashkuar, po jo për të ndërtuar Shqipërinë, po për të shkatruar atë. Pra sa e pafalshme, si për njërën dhe për tjetër, ka vetëm një zgjidhje. Populli nuk i bindet politikës të dy krave apo politikës të dështuar shqiptare. Të nderuar zonja dhe zotëri, do të flasim sot ne si Akademi Rënjetona pak për aktualitet, për këto gjëra që po ndodhin sot në Shqipëri, dhe kur Shqipëria çuditërisht është bërë qendër botërore diskutimesh zoti Guri. Në gjitha televizionet botërore apen del Shqipëria, do të thënë pas ka një vëmendje tepër të madhe, tepër të shtuar për këtë Shqipërinë tonë, që duhet themi që është një vend magjik zoti Guri, një vend i jashtëzakonshëm. U mendoja fillimisht se vetëm unë kisha rënë dashuri me Vlorën, të themi e me Shkodrën e me këto, po kur shikojmë gjithë ato ai zoti Pingulli që vinë dhe thonë kam rënë dashuri dhe do blej shtëpi këtu edhe nuk do iki, atëherë themi që ka vërtet një vend magjik, një vend i jashtëzakonshëm. Dhe ne që na është dhënë rasti të bredhim botën, nuk e gjejmë në asnjë vend tjetër këtë Shqipëri, këtë pamje, këtë mal, këtë fushë, këtë det, këtë ushqim, dhe këtë dashuri dhe këtë mikpritje të jashtëzakonshme. Më tha vajza pardje, zoti Guri, babi, dëgjova në shkollë, tha, po shesin atë veriun e Vlorës që kemi qenë atje kemi qenë bashkë në Zvërnesë e kështu, dhe më sqarojnë çik si është ajo, kush është pronar kështu. Thashu, prit ka qenë babi se kush është pronar kështu nuk e di as unë, thashun, tamam. Janë disa gjëra për të shqyrthuar nga shteti, kush është pronar, tamam, kush është me letra pronar i ligjshëm në shekuj, kush është me 7501-shin, ndoshta duhet gjetur një formulë zoti Guri që shteti të bëj këto rregullime, do të thënë kush është pronar atyre, kush është pronar atyre, kush është pronar më vonë, duhet të gjej një formulë që të jenë të gjithë, do të thënë të kompensuar diku me këtë ligj, nuk e di janë detyrat e shtetit ato. Pavarësisht nga gjitha këto, në fundit, prona është e kombit. Prona është e kombit në përgjithësi. Ska rëndësi e kujt është. Po. Është e kombit. Patjetër që është e kombit. Në pronën tonë pagojmë për kombin. Pagojmë dhe taksa për këtë punë. Po, dhe duhet të pagojmë dhe i pagojmë me kënaqësi ato që unë mendoj që ta nisim ne si akademi ku zoti Pingulli të parashtrojë një platformë. Edhe të dy ne, edhe unë apo ju, që aq më tepër që kam qenë dhe pjesëmarrës apo ndezës i fitilit, le të themi. Por do them se jemi në një mendje, por le të jetë për teleshikuesit një lloj diskutimi që në fundit ne mund ta shprehim edhe të adresuar mendimin tonë si akademi, se s'mund të rinë dot patjetër, japim mendimin tonë të lirshëm, po pastaj do jetë programuar si mendim, do jetë programuar si mendim dhe e adresuar apo jo. Kështu do ta kuptojmë. Para se të japim fjalën zotit Pingulli, po them që më është dhënë rasti si, si i shtresës së mesme që jam, që disa herë të shkoj në rezorte të ndryshme. Disa herë edhe ju zoti Pingulli keni qenë në rezorte në Turqi, në rezorte në Itali, dhe kemi ndjerë një farë xhelozie, të themi të drejtë, që pse mos të ketë dhe Shqipëria të tillë atraksion që ka organizuar ajo Turqia atje me të gjitha, me rreth 50-60 euro në ditë, që ti ke të përfshirë avionin, vajtjeardhje, hotelin, ushqim pa fund, pije pa fund, shezllon, çadra, deti, pizhina, argëtim, të gjitha. E themi si është e mundur dhe pse mos të arrijë dhe shteti jonë në këtë lloj atraksioni që mund ishin mira persona, mira vet në një rezort të tillë. Dhe kjo ishte thjesht një xhelozi që kemi ndjerë unë dhe ti zoti nuk e di, zoti Guri ke qenë dhe ti ande, e kemi ndjerë të xhelozi, pse mos të jetë kjo.
Po, njëkohësisht edhe vendi jon ka ca specifika se nuk e ka ndoshta këtë shtrirje që ka Turqia edhe kështu, dhe ne duhet jemi tepër të kujdesshëm dhe me ligjin e shitblerjes së pronës dhe me ato që duhet të fitojë shteti jon nga këto koncesione që do bësh rezort, por shteti do marr kaq, populli do marr kaq e të tjera me radhë. Zoti Pingulli, mendimi juaj. Ju faleminderit një herë. Unë sigurisht të gjitha këto biseda që do t'i parashtroj këtu, i kemi parashtruar mes njëri tjetrit, kemi marrë një lloj aprovimi, të cilët unë mendoj që e kemi detyrë morale, përveç të tjerave, që në këtë marrëdhënie kaq të vështirë historike që po kalojmë këto 30 vjet e fundit, me këto antidemokracirat dhe me këto ekstremizmat e partive, me fuqirat e mëdha të kryeministrave e kështu gjërash, megjithatë shohim një rini të derdhur dhe kërkon ca gjëra që ne, me thënë drejtën, s'kemi pas kurajo me i kërkuar. Dhe në mënyrë të pastër, duke në mënyrë naive të pastër dhe intuitive. ADN-ja e tyre qëndron brenda. Edhe rinia ka këtë gjë në raport me ne pak më të vjetrit, sepse ajo ka një kurajo e cila nga një herë dhe të pakontrollueshme. Ne e kontrollojmë shumë kurajon. Gjë që pavarësisht nga të gjitha, unë duhet dalte te thelbi i problemit, sepse mendojmë që të gjitha të rinj ose gjithë këta njerëz që kanë vërshuar nuk e kanë hallin thjesht tek inati për të futur në burg dikë ose një ditë tjetër. Ose thjesht e zvërneci themi. Por e kanë hallin ose thjesht e zvërneci. Por e kanë hallin te kjo padrejtësi e përgjithshme e cila po ja ul vlerën kombit. Dhe ne besojmë që kemi disa elemente për cilët ne duhet i orientojmë të rinjt tanë ose demonstruesit për një argumentim i çik më filozofik për problemet për cilat e pengojnë këtë komb që teci përpara. Për shembull, ne propozojmë që një lloj slogani, siç ka bërë Pashkovasa në atë kohë, Feja shqiptare dhe shqiptaria, ne pretendojmë që partia e shqiptarëve duhet të jetë shqiptaria. Edhe që ta realizojmë këtë element, që është një slogan i karakterit filozofik, ne së pari duhet ulim rolin e tepruar të partive, të cilën ndonë se janë organizma me interesat ngushta përballë, edhe përmbajnë një filozofi diktatoriale, e cila në këto 30 vjet demokraci ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm vetë kryeministri, i cili është bërë më i madh i mundshëm, i cili shuan frymën demokratike në parti, përgatit skalione ushtarësh të bindur, ku dhe pas fitimit të zgjedhjeve krijon premisat të udhëheqjes së shtetit me të njëjtin stil antidemokratik, me sistem piramidal me kokë poshtë. Për të shpëtuar nga kjo eksperiencë e keqe, siç e kanë kuptuar edhe demonstruesit, ne duhet të ulim interesin e rolit për partinë mbi popullore, duke i hequr të drejtën me kushtetut të zgjedhjes së kryetarit të partisë, të paktën kryeministër, për t'i hapur rrugën formës së zgjedhjes së kryeministrit brenda partisë sipas platformës më eficiente dhe progresive të drejtimit të shtetit. Gjithashtu, për të ruajtur balancat në mes kryeministrit dhe presidentit në kushtetut të dashur demonstrues, duhet kemi kujdes se duhet vendosur zgjedhjet të sistemit referendar, duke i hapur rrugën zgjedhjes së presidentit nga populli. Propozojmë krijimin e 2 dhomave, duke lënë në të njëjtin numër deputetësh, por brenda tyre të zgjidhet dhe dhoma e senatorëve, të cilat do të luajnë rolin e certifikimit të ligjeve kur ka një majorancë të madhe dhe të pakontrollueshme. Këta senatorë duhet të zgjidhen në mënyrë referendare sipas kritereve që ka bota, mendoi se sistemi rumun presidencial është më i ekuilibruari. Për forcimin e ndarjes së pushteteve, sistemi juridik nuk duhet mbështetet në organizma juridik siç janë SPAK-u e të tjerë, që të humbim legitimitetin e sovranit dhe pambarësuar këtë sektor jetik,
nga varësia e huaj,